Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Virgjëreshës. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe siç ndoshta dhe duket është mikrofonin këtu e kam afër se kam marrë ca ankesa që nuk po dëgjohen mirë dhe dua të sigurohem që të gjithë më dëgjojnë. Letrat i kam hapur dhe të shohim çfarë po jep leximi juaj. Në përgjithësi kështu tregon ti jeni në një pikë shumë të rëndësishme të jetës së juaj, apo ju jeni në pikë të rëndësishme të jetës së juaj, të dashur vëgjesh, e ke bërë një rrugë të gjatë, ke dëruar, ke luftuar, ke heshtur, kur të vinte të bërtisje dhe ke buzëqeshur edhe kur zemra të dridhej. Tani, universi, Zoti, vetë ju, si doni çfarë të besoni, po thot, ndalu pak, merr frymë, dhe shiko ku je. Letra e parë të dashur Virgjëresh është bota që flet për një përfundim të madh. Ti jeni në një fund të një kapitull, një fazë që ke kaluar më shumë mund, absolutisht, sakrifica të mëdha, por që tani ka ardhur koha të mbyllet, jeni duke e përmbyllur. Dhe ju nuk jeni më të njëjtit. Keni ndryshuar, jeni rritur dhe keni mësuar jashtëmase. Dhe vjen pak një kohë për një qetësi ku nuk e pse të nxitohesh, ftesë për qetësi. Nuk ka pse të kontrollosh çdo hap. Vizheshat e kanë zakon, i kanë tendencë të kenë çdo gjë nga perfeksionizmi, të kenë çdo gjë nën kontroll. Ke të drejtën tënde të pushosh, të kujdesesh për veten, të balancosh jetën tënde, pa ndjer faj që nuk je aty për secilin. Të dashur vëgjesh, dhe letra të thot, kur ti ndalesh dhe lejon gjithçka të rjedh, jeta fillon të harmonizohet vetë. Dhe pikërisht aty kur hapet zemra, një ndjenjë e re lind, qoftë për veten, për dikë tjetër apo për vetë jetën. Zemra jote është më e pastër tani, sepse ka njohur, nuk them që nuk e ka patur të pastër, por që në kuptimin e asaj që ka njohur edhe dhimbjen, edhe dashurinë. Dhe kjo dashuri e re do të vijë në një formë më të vërtetë, më të thellë dhe më të butë. Për veten, për rrethin, të jemi ta them në kuptimin e asaj më të vetëdijshëm, të reflektojmë vërtet për veten tonë, më shumë e shikoj ashtu, ta duam dhe të jemi në gjendje kësaj radhe, të përfundojmë duke i shërbyer të tjerëve dhe të kthehemi ka vetja jonë. Duke marrë letrën e fundit të dashur, mos u mundo të bësh çdo gjë të duket bukur në sytë të tjerëve. Në kuptimin e asaj jo që ka rëndësi të madhe, por në atë kuptim që e bën vetëm për të tjerët. Do ti dëshiron Virgjëresha ti kënaq të gjithë përpara vetes. Dashuria nuk është për të mbajtur peshën e perfeksionit. Ajo duhet të jetë hapësirë ku mund të jesh vetvetja, të dashur Virgjëresh, ku mund të marrësh frymë dhe të thuash jam mirë ashtu siç jam. Do thotë, të dashur Virgjëresh, je duke përmbyllur një kapitull të rëndësishëm dhe po përgatitesh për një fillim të ri. Këtëherë më shumë butësi, me më shumë ndjeshmëri dhe me më shumë vetdashuri. Ti s'ke me pse të shtypësh ndjenjat e tua. Për të ruajtur një imazh, jepi vetes leje të jesh njeri. Si të gjithë të tjerët, jepi zemrës tënde një vend ku mund të rrah lirshëm.